13.3% e nxënësve të moshës 13 deri në 15 vjeç janë përdorues të duhanit ose produkteve të ngjashme. Këtë e dëshmon hulumtimi i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë për pirjen e duhanit në shkolla. Në këtë hulumtim, siç njoftoi ministri Aliu, janë përfshirë 4.670 nxënës nga 75 shkolla gjithsej. Hulumtimi tregon se 9% e nxënësve përdorin cigare elektronike, që është shumë më shumë se 2 fishi krahasuar me vitin 2016. Shqetësuese janë të dhënat që tregojnë se 57% e të rinjve kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi, ndërsa 55.4% kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit në hapësira të mbyllura publike. Sa i përket qasjes së produkteve të duhanit, anketa tregon se 73.2% e të rinjve që pinë duhan nuk janë penguar të blejnë cigare për shkak të moshës së tyre. Aliu mes tjera shtoi se përveç ligjit për ndalim të pirjes së duhanit në hapësira të mbyllura, Ministria do të kërkojë edhe ndalimin e shitjes së produkteve aromatike, të cilët janë me profil të duhanit. Ministri Aliu deklaroi se 86% e nxënësve e mbështesin propozim ligjin e Ministrisë për ndalimin e duhanit në hapësira të mbyllura publike. Ndalojmë shitjen e produkteve që përmbajnë aroma karakteristike, që krijojnë shije apo efekt ndijor të dallueshëm nga profili natyral i duhanit. Shijet frutore, shijet e ëmbla, mentol dhe të tjera që maskojnë dëmin dhe lehtësojnë provën e parë nuk do të lejohen më për shitje. Së treti, kufizimi i marketingut dhe ekspozimi do të japim fund tregtimit të rinjve përmes rrjeteve sociale, influencerëve apo lojrave dhe platformave të ndryshme. Aliu tha se produktet e duhanit dhe të nikotinës nuk do të ekspozohen më publikisht, por do të mbahen në dollap të mbyllur. Shtylla e katërt sipas tij është kufizimi i disponueshmërisë dhe forcimi i kontrollit të shitjes ndaj të miturve.